Emri të ndrozën në esencë, me përmbledh këtë, do me pas dy kushte kryesore. Në emër që ja vendos dikujt, fëmijët tanë, djalit të vllaut tanë, dikujt që kërkon për dikush prej teje, ose i përpozon emra, në emër i mirë është një emër që në esencë i plotson dy kushte. E para është që ai emër të jetë që me atë emër identifikohen muslimanët e jo tjerët. Edhe emër që ka përmbajtje të mirë. Emër që ka përmbajtje të mirë. Që ka emra për shembull, kuptimin e ka të mirë, ama nuk identifikohen me ta muslimanët. Është emri i tjerëve. Për shembull na kemi për shembull në serbisht. Në kuptim e ka emrin e mirë, ama është emri i tyre, s'është emri i jonë atë. Tash më janë gjithë, po e ka kuptimin e mirë, po kuptimin e mirë ka po i tyre, është nuk është i jonë ky emër. Dhe me pas kujdes një që emri po me pas kuptimin e mirë, po me kon emër që me të identifikohen musliman e nuk identifikohen tjerë me atë emër. Nga se nuk bën me përgjasu muslimani të huajt e të tjerët që nuk janë nga feja e tij, madje as në emërtim, e mos flasë për diçka tjetër për të kësaj që duhet besimtari me koni përkushtuar në identitetin e tij të formuar nga udhëzimet e besimit edhe nga udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.